E të dashur miq, rikëthyem në studio dhe këtu afër meja kam të ftuar një balerinë të mrekullueshme, bëhet fjalë për Anesa Bektish, e cila edhe ka suksese të jashtëzakonshme, njëkohësisht edhe po studion pikërisht në këtë drejtim. E për më tepër do e prezantoj këtu në studio dhe do e vazhdojmë bashkë bisedimin me të zbashku. Përshëndetje Anesa dhe mirë se erdhe në studion e emisionit tonë. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Shpresoj që nuk të kemi marrë kohën nga vikendi, sepse dim që vikendet janë të nevojshme për çdo njeri dhe me padurim i presim. Trego si fillim, si e kalon një vikend? Pikës pari, as pak nuk më keni marrë kohë, pasi që kjo është tema e preferuar e imja, që të flas për. Vikendet si kaloj, zakonisht me nxipres vinë vikendet, pasi që kam kohë për pushim, gjatë gjithë javës, unë jam në ushtrime dhe vikendi janë 2 ditë vetme që unë i kam pushim, por nuk mund të them që jam bash pushim, se pasi që kemi edhe aktivitete dhe gjatë vikendeve që i bëm, kalojmë kohë me familjen, me shoqëri, dhe ashtu kalojmë vikendet. Dhe ashtu kalojmë vikendet. Sot ky vikend për ty do të jetë pak më ndryshe, sepse shoqëria dhe familja po të ndjekin nga televizioni. Përshëndetje. I përshëndesim edhe ne, padyshim. Do dua të di pak na tregosh, si ka filluar dashuria jote për kërcimin? Pra, kjo është një histori shumë interesante, pasi që isha në moshën 7 vjeqe dhe motra ime shkonte në balet. Dhe unë hyra për motrën time që të ndihmoj asaj me baletin dhe me gjuhën, pasi që gjithë shka ishte në gjuhën maqedonase dhe motra ime ishte vetëm 3 vjeqe. Dhe unë isha 7. Gjatë orëve, unë vetëm e shikoja motrën time dhe fillova edhe unë të provoj të vallëzoj. Për herë të parë, si 7 vjeqe, në një ambient shumë të ri, në gjithçka ndryshe, dhe ashtu rasht në dashuri me baletin, pasi që fillova unë të vallëzoj, prej në moshën 7 vjeqe, dhe me performanca që shikoja kur isha në opera i balet, që janë shumë të talentuar balerinat dhe baletanët të gjithë në opera i balet, ashtu filloi dashuria, dhe pasi që dua shumë muzikën dhe dashurinë për muzikë, ashtu filloi dhe dashuria për baletin. Okej. Më trego, cili ka qenë ai momenti kur e kuptove se vallëzimi do të ishte pjesë e jetës tënde? Momenti që e kuptova unë që vallëzimi do ishte pjesë e jetës time, është momenti kur unë performova në skenë për herë të parë. Kisha shumë koncerte, gati se çdo vit kisha nga 1 ose 2 koncerte, dhe ashtu duke parë njerëzit se si reagojnë ndaj vallëzimit tim dhe ajo ndjesia kur je në skenë është një ndjenjë e papërshkrueshme që prej atë moment vendosa që gjatë gjithë jetës dua të jem në skenë. Okej. Më trego se si ka ndikuar familja dhe rrethyet për këtë vendim tënde? Familja ime ishte pak e çuditshme në fillim se si një vajzë prej në mjekësi, se unë kam kryer mjekësi në shkollë të mesme, dhe ishte pak e çuditshme se si një vajzë prej në mjekësi don të hyjë në balet dhe don jetën ta ketë gjithë me balet. Ishte pak, mund të them pak marrant për të kuptuar, por i falenderoj shumë familjen time që janë krahi im i fortë, më së shumti mamin, se mami ma kupton shpirtin artistik, dhe shumë e falenderoj atë dhe të gjithë familjen time që ma kanë për krahjen. Ke nisur që herët në studiot Reverans dhe Lebet. Më trego se çfarë ke mësuar më shumë nga këto provuja? Pra, të studio Reverans isha prej në moshën 7 vjeqe deri në moshën 11. Pastaj, aty i mësova hapat e para të baletit, mësova dhe gjuhën, prandaj duke komunikuar me shoqet e baletit, mësova gjuhën, pasi që nuk e dija gjuhën e fillim. Prandaj, pastaj të studio Lebet, u njoftova me profesoreshën time Joana, që dua ta falenderoj shumë, Joanën për gjithë suksesin që ajo ma ka dhënë dhe për gjithë motivimin, pasi që Joana pa diçka të unë dhe më ndihmoj shumë që të vazhdoj përpara dhe dashuria për vallëzimin u rrit ende më shumë pasi që njoftova profesoreshën Joana, se ajo më ndihmoj në disa hapa që shumë i kisha të vështira dhe besoj shumë të unë, kishte një besim aq të madh që më bëri mua ende më të fortë dhe më bëri që të vazhdoj ende më shumë përpara. Pra, te blagodaram mnogo Joanče za sve. Edhe ashtu vazhdova në studio Lebet, jam duke vazhduar, përgatitëm tash për gara që kemi në dhjetor në qytetin Veles,
përgatis një solo dhe një grup bashkë me të gjithë prej studios. Okej. Më trego se çfarë do të thotë për ty vallëzimi bashkëkohor? Çfarë ndjesie të jep kur je në skenë? Vallëzimi ma jep një ndjenjë të papërshkrueshme. Kur je në skenë është thjesht një ndjenjë që pa e përjetuar, s'besoj se mund të përshkruhet. Është si një magji për mua, pasi që vallëzimi është pjesë e jetës time për shumë kohë të gjatë, dhe çdo herë që dal në skenë, prapë është ajo ndjenja e njëjtë. Nuk ndryshon asgjë. Do të thënë stresi, emocionet, ajo ndjenja e bukur, prapë është aty dhe asnjëherë nuk ndryshon. Gjithmonë është ajo ndjenja, edhe ai gëzimi, ai stresi çdo herë para skene, por kur je në skenë ato gjitha harrohen dhe si them ne, hyn në karakter, pasi që çdo vallëzim duhet të jesh në karakter, është pak e lidhur edhe me aktrimin, pasi që duhet Po, patjetër. Më trego se si e përjetove fitimin e çmimit të parë në Interdance Competition. Po, International Dance Competition ishte një garë në Shqip që mora pjesë në 2 kategori, mora pjesë në kategorinë me grupin dhe mora pjesë në kategori solo. Të dyja të fitova vendin e parë dhe ishte një ndjenjë shumë e mirë, pasi që shoqet, mamin edhe të gjithë i kisha aty për suportin më të madh dhe shumë u krenova me veten pasi që fitova vendin e parë. Mu dog një arritje, pasi që kishin marrë pjesë shumë shtete të ndryshme dhe ishin disa emocione shumë të papërshkrueshme dhe shpresoj që këtë garat e vjetorit prapë të fitoj vendin e parë. Ti ke marrë pjesë edhe në workshope, koncerte të shumta, cili ka qenë, si me thonë, ajo me preferuarja e ytja, me i veçantë? Pa, nuk mund t'i ndaj, se secili workshop e ka veçantinë e vet, por mund të them që isha në një workshop me të gjithë ku e flasin gjuhën e nënës time, do me thonë gjuhën shqipe, dhe isha e vetmja balerinë në atë workshop, dhe kishte njerëz të ndryshëm, mosha të ndryshme, që donin të dim diçka më ndryshe. Ishte një contemporary dance workshop që ishte i organizuar nga Ilir Loku dhe balerina Nisa Krasniqi, që është balerinë në Operën dhe Baletit të Kosovës. Dhe ajo më duk interesant se kishim dikën prej Kosovës, do më thënë një shqiptare të na përfaqëson. Dhe ishte një workshop shumë interesant si pas meje, unë u kënaqa dhe mësova shumë gjëra. Okej, ti tani je në studime, por përderisa ishe në shkollë të mesme, ishe një mjekësi, e dim që mjekësia është një drejtim pak sa më i vështirë. Më trego se si ke pasur mundësi ta koordinosh kohën, të gjesh kohë edhe për balet, por të njëjtën kohë edhe për mësim, sepse mjekësia don që të ulësh dhe të mësosh gjatë. Kjo është një temë shumë e rëndë, pasi që në të vërtet ishte e rëndë për mua të i bëj të dyjat, por në mjekësi unë isha e shkëlqyeshme, pasi që kam qef edhe të mësoj, edhe të vallëzoj. Mënyra se si i kam menaxhuar edhe mjekësinë edhe baletin është se kisha një pasion shumë të madh për baletin. Dhe unë mendoj që për senet që i dojmë ne më së shumti, gjejmë kohë. Prandaj duke mësuar, po ashtu kisha kohë edhe për të mësuar, edhe për të shkuar në balet, prandaj të dyjat i menaxhojsha dhe isha duke jetuar si thonë një double life. Prandaj u mundova sa më së shumti ti menaxhoj dhe mendoj që ja dola në fund. Realisht edhe ja dole. Më trego, pse përzgjedhe pikërisht këtë drejtim pas mjekësisë? Këtë drejtim zgjedha pasi që nuk e shihja veten në mjekësi. Mund ta tregoj një histori pak si për të qeshur, që kur e marr librin në dorë, filloj të vallëzoj me këmbët, me duar, dhe mendoj që vetëm trupi vet ashtu reagon me lëvizje, me gjëra se jam mësuar të vallëzoj dhe të ushtroj gjatë gjithë jetës. Dhe kur e marr librin të lexoj dhe të ulem me orë të tëra, ajo nuk është e mundur për mua, pasi që nuk mund të ri me një vend pa lëviz dhe pa ushtruar.
Okej, është interesant. Je gjatë gjithë kohës aktive në për shtëpi? Po. Përderisa gatuan, përderisa bën punët e shtëpisë? Gjithçka. Gjithçka, familja ime shumë janë të surprizuar se si unë gjithë ditën ushtroj, gjithë natën ushtroj dhe prap kur jam në shtëpi duke bërë diçka të vogël, prap mundohem ta bëj me lëvizje të këmbëve, të duarve, të kokës, vetëm tregon trupi. Dhe ashtu shumë njerëz më thonë, wow, shumë e don baletin, edhe ju tham po, pikërisht. Realisht ja u vërteton sepse baleti është gjithçka për ty. Më trego cilat janë planet dhe ëndrat e tua për të ardhmen si artiste? Planet e mia për të ardhmen, shpresoj që do je realizoj, është të jem një profesoresh dhe të kem studion tim, pasi që mendoj që te ne ka nevojë shumë, për shembull në rajonin e Çajirit, Butelit, që nuk ka asnjë studio të baletit dhe me të vërtet ka fëmijë që shumë kanë pasion për balet ose kanë talent për balet dhe nuk janë në gjendje të shkojnë shumë ma larg se sa vendbanimi tyre. Prandaj, unë dua që në të ardhmen të kem studion tim, të jem e suksesshme dhe të jem një balerin që do të marrë pjesë në koncerte në tërë botën, jo vetëm në Maqedoni. Edhe unë nuk po dyshoj në këtë gjë, dhe unë po besoj që do arrish këtë dëshirë që e ke. Çfarë mesazhi do t'ju jepje të rinjeve, të gjithë ata që po na ndjekin, që realisht kanë një ëndër artistike, por ndoshta studiojnë diçka tjetër? Rasti yt konkret. Rasti im. Unë them që për çka ke pasion, do të jesh e suksesshme. Nëse punon për diçka që ti e don me gjithë shpirt, mendoj që do të jesh e suksesshme. Prandaj do i kisha thënë fjalinë e famshme anglisht, si e themi don't give up, se unë e ndjeka atë fjali, se për një periudhë të shkurt mendoja që nuk do mundja t'i bëja të dyjat, edhe shkollën e mesme të mjekësisë edhe baletin, isha afër në një periudhë shumë të rëndë, por shkoja me fjalinë që don't give up, se për një gjë që e don me gjithë shpirt, mendoj që do arrish qëllimin. Edhe unë nuk dyshoj në asnjë mënyrë. Më trego se po përgatitesh për diçka momentalisht? Po, momentalisht përgatitem për gara që i kam dimrit, përgatis një solo të liçenit të mjellmave, por një koreografi ndryshe, jo mjellmën. Okej. Një Spanish dance ose... Ku do mbahet ajo? Gara do të mbahen në Veles dhe quhet Christmas Dance Competition dhe do marrin pjesë shumë shtete po ashtu. Po ashtu përgatitje edhe koncertin e fund vitit që e kemi me studion, që do të jetë liçeni mjellmave, po ashtu. Ne jemi mjellmat e bardha, dhe kemi shumë disa karaktere që duhet t'i bëjmë, po ashtu edhe koreografi tjera. Po ashtu profesoresha ime Joana është edhe në modern dance, contemporary, si që jam edhe unë, dhe do kemi edhe koreografi contemporary, ose kontemporane, si thue shqip. Po ashtu në fund të koncertit, pasi mbaron pjesa klasike, fillon pjesa contemporary, që është diçka shumë ndryshe, pasi që klasika ka regula shumë strikte, kurse contemporary është pak ma i lirshëm, pak ma shumë lëvizje me trupin, dhe klasika njihet si elegancë, si regula strikte shumë dhe njihet me qindra vitesh, por contemporary ose vallëzimi kontemporan është diçka shumë e re që ende njerëzit janë duke zbuluar dhe janë duke studiuar, po është shumë interesante. Unë të uroj suksese ty në të ardhmen dhe shpresoj të takohemi sërish për çmimet që ke marrë dhe ndoshta në të ardhmen edhe për hapjen e studios tënde. Ishte kënaqësi që të kisha në studio dhe që biseduam një temë kaq të bukur. Edhe unë u kënaqa sot, faleminderit juve që më kishit thirrë si musafir dhe shpresoj të shihemi sërish. Patjetër shpresoj. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës në studio. Neve tani do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me bisedën tjetër.